Mirë mbrëma dhe mirë se vini në debat për një men në zgjedhjet lokale 2025. Sonte jemi me kandidatët për kryetar të komunës së Hanit të Elezit. Si në komuna tjera dhe në Han të Elezit, kandidatët për kryetar kanë vendos me ardhë në debat për një me të gjithë edhe me i prezentu planet e zotimet dhe me ballafaqu njëri tjetrin lidhur me këto plane. Për këtë komunë po garojnë 2 kandidat për kryetar dhe të dytë kanë ardhur dhe ata janë sipas renditjes alfabetike Mehmet Ballazhi nga PDK dhe Refki Suma, kandidat i pavarur. Mirë se keni ardhur, 2 minutat e parë të platformës, prezentimit platformës, fillojmë me ju zotni Ballazhi, cila është platforma zgjedhore për Han e Elezit në 4 vite të ardhshme. Faleminderit me që me fillim këto, faleminderit për ftesën, me që 1 tetori është muaj i roz, ne bëjmë thirrje të gjithë të sensibilizohen për këtë muaj, me gjitha ato gratë të cilat janë të prekura nga kanceri i xhirit, dhe ky muaj është thirrje për shpresë, për forcë, për të dhënë solidaritet me çdo grua që po përballet me kancerin e xhirit. Natyrisht ne vazhdojmë me synimet, me objektivat tona që janë arsimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik, shërbimet publike, kultura, rinia dhe sporti, si dhe administrata komunale. Në arsim, shkollat moderne, si zakonisht, ashtu si kemi pas objektiv, digitalizimi dhe cilësi e lartë në mësimdhënie, shëndetësi, shërbime më afër qytetarëve, kushte më të mira dhe digitalizim të sistemit shëndetësor. Të zhvillimi ekonomik, mbështetja për bizneset, bujqësinë dhe turizmin, si dhe krijimi i vendeve të reja të punës. Shërbimet publike, ujësjellës, kanalizime dhe ndriçim dhe rrugë për të rregulluar rrugët, kultura, rinia dhe sporti, më shumë hapësira për aktivitete rinore, sportive dhe kulturore, ndërsa administrata komunale, transparencë, digitalizim dhe shërbime më të shpejta për qytetarët. Te bujqësia, rritja e plantacioneve të pemtarisë, si dhe mbështetje të fermerëve, duke përfshirë të gjitha fushat e veprimtarisë së fermerëve të cilat ata udhëheqin bizneset e tyre. Faleminderit. Refki Suma, plani juaj për 4 vite të ardhshme për Han e Elezit. Përshëndetje për ju dhe qytetarët që po na shohin. Me përvojën time të gjatë në shërbimin publik dhe sukseset e treguara në mandatet e kaluara, me propozimin e qytetarëve të Hanit të Elezit, në moton gjithnjën shërbim të popullit, kam vendosur të kandidoj edhe për mandatin tjetër për kryetar si kandidat i pavarur. Kandidaturën time do ta mbështes në vizionin për zhvillimin të qëndrueshëm, transparencë dhe përfshirje të çdo qytetari në vendimarrje. Vizioni Hani e Elezit komunë e zhvilluar, transparente, me qytetarin në qendër të vëmendjes. Misioni, ndërtojmë një komunë që ofron shërbime cilësore, shërbime publike efikase, arsim gjithëpërfshirës dhe cilësor për kujdeset përhershme për shëndetin e qytetarëve dhe investime të qëndrueshme. Prioritetet kryesore të programit janë zhvillimi ekonomik dhe punësimi, gjithëpërfshirja dhe ngritja e cilësisë në arsim, ngritja e kapacitetit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, shërbime periodike specialistike, sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm me ujë të pijes, formimi i ligave komunale sportive si në futball, volejboll, ping-pong e të tjera, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, formimi i degës së gjykatës themelore në Han të Elezit, mirëmbajtja dhe riparimi i rrugëve, përmirësimi i transportit publik, për kujdese ndaj kategorive sociale dhe kategorive të dala nga lufta e UÇK-s, subvencionimi lejonave nga 500 euro për fëmijë, subvencionimi i transportit për nxënës të drejtime profesionale që udhtojnë në Kaçanek dhe Ferizaj, një vëmendje të veçantë do t'i kushtohet
kompanisë së mbeturinave, si vetmja kompani publike lokale, ku do të bëjmë përpjekje që të ngrisim pagat e tyre për shkak se ende nuk po zbatohet një vendim i kuvendit qysh nga kohët e mëparshme. Faleminderit, ky është prezentimi i parë 2 minutë. Shtash apo më tregoni si kandidat të PDK-s, të pavarur. Pse s'ka kandidime për partive tjera të mëdha në Kosovë, dhe a keni ju koalicion me na njërin për këtyre partive? Zëtni Ballazhi, urna? Po. Në gjithmonë kam qenë kandidat i Partisë Demokratike Dega në Antelezit, ndërsa të tjerat nuk kanë paraqit ndonjë kandidaturë përveç zgjedhjeve të kaluara. Tani është më e qartë se kundër kandidati zoti Suma ka një mbështetje zyrtare, nëse mund të themi koalicion me AK-n dhe Vetëvendosjen, ndërsa ne jemi vetëm në kuadër të Partisë Demokratike në mbështetje të të gjithë qytetarëve tonë të Lezit. LDK-ja s'është me ty, Pajeri? Jo, ata mund të më votojnë në elektoratin gjitha partive, por nuk kam asnjë marrëveshje me ta. Asnjë marrëveshje. A je munu me bu marrëveshje? A je munu ata? Jo, nuk kemi diçka të tillë. Edhe s'kan qitë kandidat. Rufki? Si gjithherë, edhe kësa ere, unë kam kandidu si kandidat i pavarur, është çështje e partive politike që nuk kanë kandidu, megjithatë kemi mbështetje, do të thonë jo koalicion të shkruar, por kemi mbështetje që janë deklaruar publikisht si Alianca për Rrëmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Mirë po, zakonisht unë në mandatet e kaluara, edhe pse nuk kam pasur koalicione paraprake, megjithatë gjithmonë jam munduar që qeverisjen ta bëjnë në bashkëpunim ose bashkëqeverisje me të gjitha subjektet politike të cilat janë të interesuara për bashkëqeverisje, për shkak se ne nuk kemi kandidat për këshilltar komunal. Rufki, a mundesh me na tregu për shkak të transparencës, votues dojnë me ditë, me çfarë kushte po të mbështet Vetëvendosja? Nuk ka kurfar kushte. A drejtori? Jo, nuk ka, por megjithatë është rregull që zakonisht partitë mbështetëse, në momentin kur formojmë qeverisjen komunale, japim përparësi ose prioritet në zgjedhjen e ndonjë posti që është më i lartë. Mirë, a ka Vetëvendosja, AK-ja, LDK-ja listë asamblesë për këshilltarët vet? Po, secila parti ka listë asamblesë. Mirë. Qysh e keni ju marrëveshjen? Po thuash zakon, na tregoni për këtë zakon apo princip, sa drejtori merr AK-ja, sa Vetëvendosja? Nuk ka ndonjë kriter, për shkak se varet krejt se cilat parti dhe sa parti hynë në bashkëqeverisje. Ne do të thonë nuk kemi vijat kuqe me asnjë parti politike, mirë po në të kaluarën zakonisht kemi pas mbështetjen, edhe pse ndoshta me kandidat të tyre, por zakonisht në kohë të balotarxhit ato kanë dhënë mbështetje sikur tani që jemi. Mirë po partive që janë mbështetëse thash që varet krejt për numrit këshilltarëve, për shkak se nëse themi që do të bëhet qeverisja me Aliancën dhe Vetëvendosjen dhe ka numër të mjaftueshëm, atëherë mund të bashkëqeverisë me këta dy subjekte. Mirë po, asnjëherë nuk kemi pasur në vijat kuqe as me LDK-n, as me PDK-n, por krejt varet qëndrimi i subjekteve tjera politike. Edhe po du me sqaru, si kandidat i pavarur, ju s'keni listë asamblistave. Mirë, Mehmet? Në fakt e vërteta është ndryshe nga ajo që po thotë zoti Suma, sepse dihet botërisht, dihet hapur që ka një marrëveshje me Vetëvendosjen dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ata kanë biseduar, janë takuar, i kanë koordinuar dhe ne jemi vend i vogël, Hani Lezit është qytet e vogël për t'i kuptuar të gjitha ato marrëveshje të cilat i ka zoti Suma. Qa po thuti sot drejtori janë marrë vesh me adhon AK-s sa Vetëvendosjes? Janë folë shumë atje, se diku dalin ja 30 ose 40 drejtori, sepse premtimet janë dhënë të këtyre dy partive, kështu numër mund të jetë edhe më i madh, po megjithatë dihet botërisht, dihet publikisht se ka një marrëveshje për të bashkëqeverisur. Mirë, për bashkëqeveri nuk e mohoj as Rufkiu që ka marrëveshje. Po, sigurisht. Jo, e mohoj, po në fakt nuk e tregoj që ka një edhe takime që i ka ndodhur zotit Suma me subjekte tjera, po dhe ajo që gjithandej përflitet se ka ndodhur edhe drejtorit, ka premtuar edhe drejtorive ose vendet të tjera. Koha juaj? Unë përmenda që nuk kemi ndonjë marrëveshje, por zakonisht në bashkëqeverisje i ofrojmë parti që na mbështesin, që edhe publikisht i falenderojmë të gjithë ata që na mbështesin, jo vetëm këta subjekte, por do të kem vota të mjaftueshme edhe nga subjekti i PDK-s,
të cilët kanë shpreh pakënaqësi me punën e deritanishme të kandidatit për kryetar të PDK-s, dhe me siguri se do të kemë shumë votues edhe nga PDK-ja, edhe nga LDK-ja, por nga subjekte tjera. Pavarësisht që nuk kemi marrëveshje, përmendna merret që ne në bashkëqeverisë do t'i ofrojmë për shkak se nuk kemi qytetar. Ki koalicion me najkon të PDK-s? Jo, nuk kemi koalicion me asnjë, mirë po e dimi qëndrimin e qytetarëve për shkak se ka zhgënjim. Pikërisht ata që më shumë ti kanë kërkuar që ne dalmi si kandidat i pavarur kanë qenë ish militantët e PDK-s, të cilët janë të zhgënjur, janë të pakënaqur me punën dhe aktivitetet e qeverisë aktuale dhe ato kanë kërkuar që ne të kandidojmë. Faleminderit, koha ju. Jo, e vërtet është që unë asnjëherë s'kam bërë partneritet me asnjë militant. Partneriteti im është për qeverisur me komunën është me qytetarën, të gjithë ata që i bashkohen objektivat e mia, platformës time politike qeverisë, por ndryshe ka zhgënjime edhe nga ona e Zotit Suma, të elektoratit të Zotit Suma, sigurisht se mund të ketë zhgënjime edhe nga Partia Demokratike, janë ende vetë të caktuar, por nuk do të thotë që janë të zhgënjyerit të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike dhe qytetarët e tjerë të cilët ta votojnë. Kjo nuk është edhe e mundur në fundit, por megjithatë 12 tetori do ta përcaktoj fituesin dhe kam bindje të thellë se do të jemi fitues me një rezultat shumë më të thellë në vitin 2021. Kandidati PDK-s po thotë që nuk ka pas dhe nuk ka marrëveshje, megjithatë ka pas marrëveshje të fshehur dhe mandatin që veç është të funksionu, për shkak se 2 kandidat nga LDK-ja dhe 2 kandidat nga vetëvendosja që kanë qenë kandidat për asamblej të lëvizjes vetëvendosje dhe të LDK-s i ka drejtori ose drejtoresha në ekzekutivin e tanishëm. Pra do të thonë ka pas marrëveshje të msheft, edhe pse nuk pajtohet dhe nuk e pranon publikisht. E vërtet është që ka pas marrëveshje, edhe ajo që është e pavërtet që s'janë 2 drejtora apo drejtoresha të vetëvendosur, e di që një që ka qenë në duket kandidim, por ndryshe s'ka pas asnjë marrëveshje me asnjë parti politike. Ajo që ka qenë synimi që ekipit të jetë me barazi gjinore, që fatmirësisht ne kemi të kalu barazin gjinore mbi 50%, edhe gjithë përfshirja politike, gjinore, profesionale, geografike dhe profesionale, por ndryshe s'ka pas asnjë marrëveshje. Do mund të shkojmë tutje atëherë, po shkojmë tutje, tema e radhës është urbanizmi dhe planifikimi hapësinor. Sipas dhënave të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Hani i Lezit i ka të miratume për zhk-n apo planin zhvillimor komunal, ndërsa është në proces harta zonale e Hanit të Lezit. Këto dokumente përcaktojnë zona se ku duhet më ndërtu banesat, ku lejohet dhe sa ka të lejohet. Për ne është me rëndësi me i pyet kandidatët cilat zona qytetit nuk do të ketë ndërtime të larta, mos harroni këto dokumente mujnë me ndryshu, prandaj po dojmë prej tashit me pa përkushtimin e kandidatëve për kryetar ku kanë me leju ndërtime të larta, ku kanë me bojë gjelbrem, ku qendra tregtare që ka planit tëne. Kësaj radhe po fillojmë nga ju Rufki Suma. Urna. Sa i përket urbanizmit dhe planifikimit urban, infrastruktura moderne dhe lidhje rajonale, që ka parashit, rritja e qasjes në transportin publik dhe ndërtimi infrastrukturës për bicikleta dhe këmbësor, krijimi i hapësirave të gjelbërta publike, parqeve dhe shtetitoreve për qytetar, përfshirja e energjisë së ripërtëreshme në objektet publike, ruajtja e natyrës dhe pasurisë së lumejve pyjeve. Po zëni Suma, ku sipas jush keni me lënë ndërtesat larta në Hanë të Lezit? Ku? Ndërtesat larta tashti është problem thot për shkak se Hanë i Lezit ka shumë pak hapësira publike, eventualisht ato banesat që janë ekzistuese, nëse do të thonë nuk bin kundërshtim me planet urbane, dhe nëse qytetarët dëshirojnë për shkak se tani ato janë banesa të gjitha private, mund të vendoset që ata të ndërtohen në kate më shumë për shkak se deri më tani këto banesa të vjetra që janë më shumë të 3 kate. Tash i kemi ndërtime që janë bën, mirë po ne qysh asaj kohe kemi pas planin zhvillimor para përfundimit, mirë po kanë kalu 4 vite që tani veç është miratu plani zhvillimor, që nuk di çfarë ndryshimesh kanë bën këtë plan, edhe pse nuk ka qenë në ferë dhe korrekte që plani zhvillimor si dokument më strategjik i komunës të miratohet në kohë të zgjedhjeve, do të thonë është miratuar tani para 2 javëve, por sido që tjetë, është një dokument ose është kushtetuar për
komunët dhe duhet ne të zbatojmë. Nëse shohim që ka kundërshtim, atëherë pas disa vite mund të bëjmë edhe rifreskimin e planit zhvillimor. Mirë, në vizionin e juj, a e ndroni këtë PZK që ka kalu, apo ku menoni ju për shembull që do të ketë qendra tregtare, fabrika, ku do të ketë ndërtim, ku do të ketë gjelbrim? Në bazë planit zhvillimor është e përcaktuar krejt se ku do të ketë, ne planifikojmë një ndërtim social që të ketë në pronat e Sharmatës Jugoslave, që është edhe në planin zhvillimor komunal, dhe pronat të cilët kanë qenë të shfryzuar nga miniera e fabrikës Cimentos, e të cilët tani po i kthejnë qytetarëve, atje mund të jetë një zonë për ndërtim për shkak se është e pandërtuar ende, është duke u bërë rrafshime. Mirë, sa ka të lejonin që ato zona? Deri më tani ne veç kemi disa objekte që janë ndërtuar deri në 6 kate ose 7 kate, po nuk besojmë që mund të ketë kërkesa që të kemi banesë më të larta se 7 kate. A jemi të folë për hapësirën përballë Sharcemit kur the fabrikës? Aty janë disa prona të cilat ende nuk janë të përshtatshme për ndërtim, për shkak se ka qenë minierë dhe tani fabrika e Cimentos po bën kthimin e prona, mbushjen e gropës me dhej, dhe në mënyrë kur të aftësohen ato prona, atëherë me sigurisë qytetarët të cilët i marrin pronat e veta, atëherë varet me kërkesë. Po besoj që ajo është zonë që mund të shndërrohet edhe në zonë biznesit, por edhe ndërtime të larta. Faleminderit, Niballazhi. Planifikimi urban. Është shumë e rëndësishme se plani zhvillimor komunal ka kaluar përmes Kuvendit, është dokumenti kryesor strategjik për zhvillimin e një komune, po në kuadër të kësaj është domosdoshme dhe hartat zonale të cilat veç i kemi gati në përfundim më sipër. Kjo është afati ligjor ku duhet pritet nga plani zhvillimor komunal, është diku në mujor, ne jemi në përfundim më sipër dhe parashihet me plan zhvillimor që fusha urbanizmet komunat me të cilën e ka plan zhvillimor komunal, e aktualisht jemi në përfundim të këtyre hartave zonale ashtu siç e tham, ku do të mundësoj zhvillim të qëndrueshëm të planifikuar të territorit. Sigurisht se komuna ka dhe planin urban që e di që në vitin, do të thonë mandatin tim është ndërtuar ose ka marrë leje vetëm një banesë që është 6 katëshe, tash për përmend emrin se ndoshta s'është e nevojshme, por është sipas rregullave të ndërtimit, dhe me plan zhvillimor komunal ne planifikojmë shkollë në Laxhin e Re, hapësirë për energji të ripërtëreshme në Zheden, ashtu quhet ajo zona ku ne kemi planifikuar, objektin e CKMF-s të ish zona ushtarake apo që ka qenë më herët e policisë, përballë e TC-s, ku është tani e ndërtuar, parashihet edhe banimi kolektiv apo kompleksi banesor që sipas planit zhvillimor dhe hartave zonale që përcaktohet etazhimi që ne kemi kërkuar që për momentin është 6 kat, kemi kërkuar që s'pako dhe 1 kat të ngritet. Këto krejt bën vetëm sipas planifikimeve dhe strategjisë së zhvillimit urbanistik. Përndryshe ne si kryetar komunash nuk kemi të drejtë, nuk guxojmë të përcaktojmë etazhimet, por sipas planit zhvillimor komunal, kjo ka kaluar gjitha fazat edhe dëgjimin publik, edhe Kuvendin, edhe Ministria Përkase, që jemi në pritje vetëm të hartave zonale dhe të del një dokument i kompletuar. Pra, për këtij prezantimi, po them që me juve në pushtet, 7 kat do të lejoni maksimum. Më shumë se atë sa lejohet me plan zhvillimor që ne po kërkojmë, po shpresojmë shumë që... Edhe plani nuk kupton 7 kat? Po, plani normal, sipas kërkesës tonë, kërkon 6+1, që është përdhejse që i bie 7 kat. E kjo ideja e zotrin Sumës që mund ndërtu banesa përballë fabrikës? Ajo nuk është e mundshme për shkak se në plan zhvillimor komunal nuk parashihet aty ku është fabrika. Tani një pjesë e tyre janë private, sa e diun, është pjesa dërmuese për shkak të eksploatimit të lëndës së parë, tash me marrëveshjen që ata kanë me Sharcemin do të kthehet prapë qytetarëve, është pjesë shumë e vogël që i takon Sharcemit, pastaj ose edhe një pjesë edhe më e vogël është komunës, se nuk lejohet dhe nuk parashihet. Mirë, tash që janë privat, unë prapo pyes, me dashur ata privatët, me ndërtu banesa mbi minjera, a mundin me ndërtu? Ata munden, por me thonë të drejtën nuk është shumë e lejuar për shkak se aty po mbushet. Pa munden a nuk e lejuar? Ja munden, ja nuk e lejuar? Jo, për momentin nuk lejohet. Ne e shohim tash strategjia se si do zhvillohet përmes planit zhvillimor komunal. Por ndryshe nëse lejon... Por zhëkën e keni aprovu, qështë si do të zhvillohet? Jo, hartat zonale nuk janë të aprovuara. Pra, kur hartat zonale në sinkron me planin zhvillimor, atëherë del një dokument
i përbashkëm, ne nuk mund të flasim pas një dokument ose një bazë. Duke marrë parasysh që horta zonale ende i keni të paprovume, po na intereson ndërtuesit a janë ka mobilizohen me hine për partia, për që ato po du me ditë për juve zë një balazhi mas pari në listën e asambles, a keni ndërtues? Listën e kandidatëve për asamble? Jo, sa di unë nuk ka asë një ndërtues, asë një qoftë që merren me biznese përveç që mund të ketë me biznese familjare, për ndryshe ndërtues nuk kemi në... Na i financues i fushatës juj, a është ndërtues? Financues, ne në fakt nuk kemi financues me ndonjë ndërtues ose ndonjë kompani ose diçka tjetër, nuk ka. Në një zëni suma, apo ta financon fushatën a i ndërtues? Jo, nuk e financon askush, megjithatë kemi persona të cilët shprejnë gatishmëri të mbulojnë shpenzimet të cilat mund të paraqiten për shkak se nuk kemi ndonjë fushat. Mirë, ata persona që po i hekin shpenzimet, a janë ndërtues në një? Ka edhe ndërtues, po ka edhe më shumë prej shqiptarëve time private që e kemi, e mbulojmë krejt çka ka nevojë. Zëni Rufki, po të pyes për parti tjera që ti masi s'ke listë asambleistave, vetë vendosja e AK-ja, a ka në listën e vet kandidat për asamble që janë ndërtues? Nuk e di sakt, ndoshta mund të ketë, po nuk besoj, kështu nuk me emra konkret nuk di, por si do të tjetë, ne kemi financues, do të thonë që financon fushatën e PDK-s, dim që janë ndërtues kryesor. Ju dini edhe këta që kanë ndërtesat më të larta në Prishtinë, janë financues kryesor të fushatës së PDK-s. Cilët janë ata për shemb? Është Alba Group, e cila është një kompani gjigante, është një kompani cila merret me ndërtime, dhe është një kompani cila është financuesja kryesore që ka qenë edhe para 4 vite, po edhe tani. Më bën një replikë të shkurtër për shkak të sqarimit. Tash nëse themi financues, u po besoj që zotri Suma nuk është kontabilist në këtë drejtim të Partisë Demokratike, dhe është diçka tjetër kur e mbështet planin zhvillimor, objektivat e kryetarit të komunës që jam shumë falendërues, kam shprehur edhe publikisht, e në takimet e vizitat që i kam pas në këto kompani, e të cilat i kam mbështetur dhe do t'i mbështes, nuk do të thotë që janë financues të fushatës, sepse edhe na nuk po bëjmë ndonjë fushat për të pas shpenzime ose harxime aq sa thotë zotri Suma. Ne gjitha shpenzimet që i bëjmë janë vetanake. A kanë pas ndikim që to kompani në planin zhvillimor të Hanit e Lezit? Jo, nuk kanë pas, sepse plani zhvillimor komunal ka qenë në dëgjim publik. Nuk ka pas ndonjë ndikim të individëve, të kompanive të caktuara. A dëgjimi publik është edhe për kompani, so veç për individ? Është për gjithë, por nuk ka pas ndikim, po flasim ne. Nëse kanë thonë, unë s'po di konkretisht a ka dhënë dikush prej kompanive ndonjë ide ose diçka, po të gjitha dëgjimet buxhetore që janë të gjitha dëgjimet për planin zhvillimor që janë kaluar, sigurisht se ne kemi marrë të qytetarëve, të bizneseve, të kompanive, të gjithku që ka qenë interesuar të kontribuojnë në hartimin e planit zhvillimor. Sa unë e di, duke filluar nga koha më parë, mëson para 4 vitesh, atë që përmend do të mëson financuesi kryesor i PDK-s, ka pas përkrahase premtime të mëdha nga kandidati tanishëm që do të banë ndërtime të objekteve të larta dhe pikërisht aty kemi pas edhe zhgënjim edhe nga kompani për shkak se nuk i ka leju dhe nuk kanë mund të bënë ndërtime. E tash po vinë të ti që ata ndërtuesa? Jo, nuk thash që vinë tonë. O zhgënjysh kjo kompania? Ka zhgënjim. Edhe ka ardhur me ju përkrah juve? Jo, nuk do të thotë që na përkrah neve, do të thonë nuk e di, po megjithatë publikisht derisa shtabi i PDK-s është në restoranet njëjtës kompani, po besoj që atë janë financues dhe mbështetës të PDK-s. Është diçka tjetër të imagjinohet, e diçka tjetër siç po thot besohet, zbesohet. Ne gjithsesi do të zhvillojmë takimet tona, fushatën tonë, gjithçka e zhvillojmë në Han të Lezit. Sikur zoti Suma që ka në objekte të sigurisht të bizneseve të ndryshme, edhe ne takohemi në lokale të ndryshme, po s'do të thotë që në atë lokal që zhvillon biznes, atë fushatën që është biznesi financues, sepse këto janë normale të zhvillohet. S'mund t'i them tani zoti Suma që po zhvillon fushat atje ku po zhvillon, e tash financuesi është ai, se unë nuk e di kush ja financon fushatën. Këto janë rregulla të mëvarshme që secili do të jap një raport se si ka zhvilluar fushatën, se cilat mirë, ne kur shkoni aty në ato restorane, po më intereson njëjtë edhe për Rufkin, po më intereson me pyeta, paguni ju kur shkoni pini kafe atë? Unë e paguaj gjithë ose paguajnë të tjerë se cilin tavolinat e tyre për po shumë sigurisht. Se nëse ju qesin
ata drekat e pijet pa pare, normal që presin që keni me bu diçka për të përboni kryetar. Nëse ka dikur që ofrohet me qitë ndonjë drekë, si që pëthëni ju, ose kafe, sigurisht ata arsyetojnë në dokumentat të tëre, për ndryshë nësë mund të ma qëtë një kafe dikush, ose t'ja qëtë dikuj një kafe, kjo është ketë normale, nuk është të shka për fiksë. Shumicën e pagesa e bëjmë vetë, do të thonë nga buxheti im. Kërkush qëtë një kafe ty, një drekë sta qëtë kërkush? Po kemi edhe të tillë të cilët gati në shumicën e rasteve e bëjnë pagesën në fund ditës për gjitha ato shpenzimit. Janë qytetarë të ndryshëm, qytetarë të zakonshëm që bëjnë pagesa për shpenzimet që ndodhin. Rrëfki që ta qytetarë të zakonshëm, mujnë mu bot pa zakonshëm as gjedheve dhe thojnë atë kujtohet atë drekë që ta kom qitë, e tash po më vynë kjo shërbe. Po nuk kanë krejt ata që bëjnë kësaj pagesa nuk janë pretendent që mund të kenë ndërtime apo bizneset të tjera. Ane, a i kitë listum dikush, kush sa po pagun? Listum? Po. Qaj në fund ditës që pagun e kitë listum? Kush do që i pagun, ne evidentojmë për shkak se kemi obligim të paraqisim në raportin financiar para KÇZ-s. Okej. Tash, si komun e turistike mes tjerash jeni? Jeni pranë kufinit, keni mundësi me pas turista edhe për Maqedonisë edhe prej Kosovës. S'po du me ju pyet juve veç për ndërtime, jeni komunë rrethume me male, kodra, a keni ndonjë plan për turizmin në komunën e juaj? Po fillojmë nga ju zotni Ballazhi kësaj here. Po, sigurisht ne kemi kushtuar shumë rëndësi turizmit, zhvillimit turizmit edhe me qëllim kur e kemi plotësuar drejtorinë që është për zhvillimin ekonomik, e kemi shtuar edhe turizmin që ne mendojmë se turizmi i qëndrueshëm do të jetë edhe një prej strategjisë tonë për zhvillimin e komunës. Ne kemi investuar aty në këto pika turistike, duke marrë te parku memorial Bllaca 99 që do të jetë sipas me një pikë pelegrinazhi aty ose një park pelegrinazhi, me parkun Isa Berisha që është parku i qytetit ku aty mendojmë dhe planifikojmë të jetë një muze, një galeri e arteve, si dhe parku Lepenci, ku ka shëtitorë dhe gjitha ato ku turistët mund të vinë, dhe ajo që është shumë e rëndësishme ta shkove të fundit që neve që kemi realizu, një pikë të rëndësishme turistike, ku që është balkoni panoramik dhe shifet që ka vizita të shpeshta dhe të shumta të qytetarëve të ndryshëm, qoftë nga Kosova, po dhe jashtë Kosovës, cilët vinë aty dhe shohin bukuritë e hanët e lezët ose mundësinë për të parë në lezët nga lartë, si dhe një park është në fshatin Gorancë të Pishat, ku është mes fshatit Gorancë dhe Krivenikut, e aty veç ne realizojmë edhe shtrimin e asfaltit asaj rrugë që lidh dy fshatra, mes saj i jepet mundësi ose krijon mundësi për zhvilluar turizmin të qëndrueshëm. Faleminderit, zotni Suma. Sa i përket turizmit, ajo që u përmend edhe nga parafolësia është se na nuk mund të krijojmë zona përshtatësimit një vendi. Do të thonë zona kryesore turistike është memoriali Bllaca 99 që është ndërtuar qysh në kohën time, në bashkëpunim me shoqatën për kthimin e shqiptarëve nga Trurit e Veta dhe Institutin e Trashëgimisë Kulturore në Shkup. Kanë vazhdu punimet më vonë, aty është ndërtuar edhe muri i kujtesës, aty parashqitet që të ketë edhe muzej. Po edhe në zona tjera, sidomos në rajonin e Puseninkut, për shkak se janë edhe varrezat e dëshmorëve dhe është një vend që mund të shfrytëzohet edhe për turizëm, ndoshta edhe për skeme vendi tjera. Mandej kemi zonën tjetër që u përmend në rrugën Gorancë, Krivenik, për shkak se janë pisha, domethënë të ndërtuara, është vend i përshtatshëm. Po në anë tjetër kemi edhe rajonin në Qaftë që atje kemi një zonë të plotëzuar me pisha që mund të shndërrohet në vend turistik. Ajo që ka mbetet tani për tani, që mas shumë të vinë vizitorë ose shoqata të ndryshme që kryjnë edhe punë të alpinizmit, domethënë shëtitën rrugëve ose maleve tona, duhet bëhet shenjizimi ose sinjalistika në mënyrë që ato ta dinë se ka po lëvizin. Faleminderit. Veç deshta me plotësues, ne kemi edhe disa projekte të tilla sidomos që i kushtojnë edhe turizmit, edhe ata që përmendi edhe zoti Suma që ka për alpinizm, dhe ne së fundmi kemi edhe një projekt të cilin një shtek të ecjes nga Honi e Lezit deri te vendi quajtur Skollovac, dhe ata vetëm presim që vitin e ardhshëm besoj do të fillojë me realizimin e këtij projekti. Ka edhe projekte të tilla që përmes rregullimit të infrastrukturës rrugore të krijojnë mundësi të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm.
Po du me dalë të tema e ndërtimeve ilegale. Si në komuna tjera, edhe në Hantelezit ka ndërtime pa leje. Të dhanat e vitit 2015 nga Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës janë të dhana të fundita që janë matë. Në këtë komunë janë mbi 2000 ndërtime pa leje. Legalizimi ndërtimeve të egra pa leje kërkon angazhim edhe staf të mjaftueshëm për trajtimin e gjitha kërkesave. Komuna Hantelezit ka shumë pak staf, mu po më intereson qysh kanë me bu stafin administrativ për me u marrë me këto kërkesa, mbi 2000 kërkesa, kur të ndodh ajo që bëhet plan me ndodh 4 vitit e ardhshme, me përfundu koha e aplikimit për legalizim, edhe është periudhë ku komuna duhen me i trajtu rastet e jo me i lanë të zhagit edhe të mbledh. Prandaj, po filloj me juve, zotni Suma, qysh do t'ja bëni sa kapaciteti keni me shtu nëse i keni 2000 aplikime për legalizim? Është shumë e vërtet që stafi komunal është në numër të kufizuar, nuk ka staf mjaftueshëm, mi po duhet të angazhohen ekspert, të kësaj xhamie, në mënyrë që të bëhet evidentimi i saktë i objekteve pa leje dhe atë të shikohet mundësia që ato objekte të cilët i përshtaten kushteve urbane ose planit urban, atëherë mund të legalizohen, ndërsa ato objekte të cilat nuk i përshtaten dhe nuk janë të parapam në planin urban, me siguri se duhet të rëndohen, mi po duhet të ketë kujdes për shkak se mund të ketë edhe pengesa ose edhe pasojë të qytetarëve për shkak se i kanë ndërtu objektet para 20-30 vitesh dhe në atë kohë kur ata i kanë ndërtu, nuk ka pas ndonjë hartë zonale, nuk ka pas plan zhvillimor dhe nuk janë fajtuar ato për ndërtimin e objektet që i kanë bën. Mi po megjithatë ne kemi pas rast edhe para 4 vitesh, 5 vite që objekti ka qenë ndoshta shumë afër rrugës kryesore, ja kemi të rrik vërejtën që ky objekt nuk duhet të rënohet, mi po nuk kemi pas mundësi ta rënojmë për shkak të kostës që e ka pas dhe është ndërtuar në kohën kur nuk ka pas plan zhvillimor. Megjithatë, kur ka bërë kërkesën e re për rënimin e atij objektit, atëherë e ka marrë lejen me kush i mu larguar në distancë mjaftueshme. Po du me ditë, a kem përkushtimin tanë që nëse bëhesh kryetar kemi pru në zero shqyrtimin e kërkesave për legalizim? Ja, nëse themi në zero, po besoj që është jo reale se nëse janë 2000 që përmendët ju, është problem mu krye kjo punë për 1 vjet ose 2 vjet ose 4 vjet. Mi po besoj që shumica e ndërtimeve pa leje mund të trajtohen. Shumica është mbi 50%. Tash që duhet të ketë komision, për vlerësimin e këtyre ndërtimeve. Faleminderit, zoti Ballazhi. Po, natyrisht janë të evidentuar, ashtu siç e thatë edhe ju që dikura 2050 ndërtime pa leje ose shtëpi pa leje, objekte të tilla pa leje, në vitin 2022 deri në vitin 2025 deri në fund të këtij viti ose deri më tani janë legalizuar diku 47 objekte. Shumica objekteve që janë pa leje janë garazha, stalla ose objekte të vjetra e më pak ndoshta shtëpi pa leje, pa ato kanë qenë të evidentuara më herët. Ne mendojmë që ky afat për legalizimin e objekteve do të shtyhet sepse është deri në dhjetor të këtij viti dhe na do të shtym dhe do të koncentrohemi më shumë te sensibilizimi i atyre të cilët i kanë objektet pa leje për të ardhur në komunë dhe për të legalizuar. Nëse është kërkesa juaj me shty, sa mendoni që duhet me shty? Po tash ndoshta nuk mund të them për një afat të saktuar, po derisa qytetarët e shohin të nevojshme, sepse edhe ata kanë obligime për t'i paguar ato legalizim dhe pse është një shumë. Po ju buni 25 vjet mas lufte, qytetarët menojnë për gjithmonë kanë qef me shty. Po, unë po flas për këto 4 vite sa ne kemi arrit të legalizohen janë 47. Po, veç unë po flas që këto ndërtime janë prej mas lufte, janë 2015 kur jo marrë. Ti po dënë me u zgjat hala. Në mandatin tim nuk është ndërtuar asnjë objekt pa leje. I vetmi objekt që ndërtuar që është 6 katësh, i një pronari me emër të caktuar që s'pe them, për ndryshe të tjerat nuk ka ndërtime pa leje. Jo, është me leje. E vetmi ndërtesë që është ndërtuar 6 katëshe me leje, ndërsa ndërtesa tjera janë të gjitha. Mirë, nëse nuk shtyhet afati dhe ti i ki 2000 aplikime. Jo, është e pamundën. Sa keme mujtë? Jo, është e pamundën 2000 ndërtesa ose objekte. Ani dhe sa është e mundën? Pe di që është e pamundën. Sa më është e mundën? Më jetë nuk mund të them dhe një numër caktuar. Se më s'mund shme thonë? Se s'mund të them është e pamundën të themi për një afat të caktuar. Një dhonë,
po thunë 4 vitet e fundit e i kom trajtu 47 objekte. Janë legalizuar, po cilët kanë shprehë interesim për t'i legalizuar. Ne rregullisht bëjmë sensibilizimin e opinionit për të ardhur legalizimin për ta bërë sipas dokumentacionit që kërkohet. Por ne bëjmë përpjekje që të vëdësojnë të gjithë ata për të ardhur dhe të legalizojnë këto objekte. Po një numër caktuar nuk mund të themi se shumica e këtyre objekteve që janë identifikuar janë garazha dhe objekte të vjetra ose qoftë edhe stallat të cilat janë të pashfrytzuara. Problemi me ujin e pijes edhe deponit e mbeturinave dhe problemet me infrastruktur janë disa prej problemeve të Hanit e Lezit. Mu po më intereson vizioni i kandidatëve për kryetar komune për shërbimet publike të Hanit e Lezit. Fatkeqësisht duhet në shekulli 25 më pyet për ujin e pijes, po du me fillu për juve, Rufkisuma, çka do të bëni lidhur me mbeturina, ujin e pijes edhe probleme tjera publike, të shërbimeve publike. Unë mërë të përmena që kemi vetëm në kompani publike lokale për mbeturina, që ka qenë kompani jashtëzakonisht e mirë, funksionale, kem pas furnizuar atë kompani me gjitha pajisjet e domosdoshme, me qindra kontejner rezervë që i kanë pas, 2 kamion dhe 2 traktor për nevojat e asaj kompanije, mi po fatkeqësisht është gjendja e asaj kompanije jashtëzakonisht e keqe, është në prag falimentimit. Unë besoj që për 4 vite jo që në kanë investu diçka, po ndoshta asnjë lopat nuk e kanë bërë për atë kompani. Punëtorët e asaj kompanie në gjendje mjeruse për shkak se detyrohen të punojnë edhe gjatë orëve të natës dhe nuk i morrin pagat sipas vendimit të kuvendit. Në kohën tonë kemi pas miratuar një vendim në kuvendin e komunës që pagat e kompanisë mbeturinave do të jenë përputhje me pagat e stafit publik shtetëror. Mirë, po kjo nuk është zbatuar dhe një pjesë e madhe e punëtorëve që kanë filluar me ndërprej punën pikërisht për shkak të tyre. Tani kjo kompani ju është prish domethënë deponia që e ka pas, objekte që kanë qenë në pajisjet janë vendosur me një objekt tjetër në terminalin doganor dhe tani në pronat ish Armatës. Gjendja e kësaj kompanie ose ku i kanë quajtur mbeturinat ose temi pajisje ndryshme, është kjo që pe shifni, është vjen keq me pa, domethënë çfarë gjendje tash është kjo kompani. Ne kemi planifikuar që në rend parë të kjo kompani të ngrisim pagat në minimum 500 euro për punëtor dhe gjithashtu të formojmë një sektor që do të jetë për mirëmbajtjen e parqeve dhe varrezave. Ku i merrni paret për ngritjen e pagave? Komuna vazhdimisht jep mjete financiare, domethënë për shkak se kjo kompani është e vetmja që i bën mirëmbajtjen e gjitha parqeve, varrezave dhe punë të tjera. Ka buxhetin edhe nga kuvendi i komunës për shkak se është me 100% aksionet komunës, por pjesa tjetër është vetë financimi për shkak se qytetarët paguajnë për shërbimin që i bën kompania. Znisuma kallëzom për ujë. A e premton ujin e pijes në krejt territorin e komunës? Uji i pijes ka qenë një ndër problemet e dinit, qysh tashme që... tash a e premton 4 vite të ardhshme? Ne tani është funksionalizuar, do të thotë fabrika e ujit, megjithatë qytetarët po detyrohen në këtë kohë të paguajnë ujë që ende uji nuk është i pijes. Por që ato po të pyes, a e premton që ka me qenë i pijes në krejt territorin? Ne premtojmë se në bashkëpunim me kompaninë regionale bifurkacionit do t'i bëjmë presion që uji të trajtohet dhe të jetë i pijes, për shkak se komuna ka obligim të siguron ujin e pijes, ndërsa trajtimin dhe punën me kompaninë e ka kompania regionale. Ata janë përgjegjës për inkasim mjeteve, për riparime dhe do me thonë, nuk e premton presion, po jo me premtu që ka me pas. Nuk mujmë me premtu ose me garantu për shkak se është në kompetencat e kompanisë regionale. Çka ne duhet bëjmë? Duhet në rend parë ta emërojmë një antar të bordit që deri më tani nuk e ka, kompania regionale, edhe pse e dim që çdo aksionar duhet të ketë antarën e vet në kompaninë regionale të mbeturinave. Faleminderit, Zoti Ballazhi. Po, fillimisht dua të flas për kompaninë për menaxhimin e mbeturinave që kemi në Anë të Lezit, që është kompani lokale publike. E vërteta nuk qëndron ashtu si thot zoti Suma, sepse ajo kompani kur unë kam ardhur në qeverisje ka qenë me diku rreth 320 euro pagë, tani e kanë rreth 500 euro pagën të ngritur dhe janë besoj të kënaqur, dhe pse të gjithë që marrin paga ndoshta synojnë paga më të mëdha, por nuk është gjendja siç kanë filluar dhe s'është e vërtetë që po e lën punën dhe po ikin për shkak të pagave, sepse secili mund të mos jetë i kënaqur, por ndryshe nuk ka ndonjë ikje që po e paraqet tragjike masive. Te uji sjellës është shumë e rëndësishëm. Zoti Suma po thotë që është funksionalizuar.
Ne kemi funksionalizu fabrikën. Në mandatin tim, e kemi kaluar të bifurkacioni si kompani regionale që është për monitorimin ose menaxhimin e ujrave. Dhe kemi arritur që të menaxhohet përmes ujmatësve, të krijohen kushte për prodhimin e ujit asa është, ka ujë të mjaftueshëm, kemi rregulluar gjitha ato nevoja që kanë qenë për të funksionalizuar fabrikën, qoftë me rrugën, qoftë me rrymën, me trafon, me generatorin, me punësimet, rekrutimit të punësuarve atë, dhe gjitha këto, dhe tani uji ka mjaftueshëm nga fabrika, por rrjeti i vjetër që është, ne kemi një plan, një projekt, i cili do të ndrohen gypat ose rrjeti i vjetër dhe uji ka më shumë se që ka nevojë Honi e Lezi si qende për atë ujë të fabrikës. Në fshatin Gorazëve që është kryer që në pjesën e parë të mandatit dhe ne ju vetëm që premtojmë, por është garancë se me ndrimin e rrjetit të vjetër të ujësjellësit, sigurisht se uji pijes do të jetë një përfundim e atij problemit shumë vjeçar se me dekada që ka qenë në Lezi, sepse ne veç kemi arritur të E the që është përfundim, mu po më intereson ujin e pijes, a e garanton që mundet me u pi, a jo? Po, ajo është edhe tani nga fabrika del i pijes, por në rrjet pastaj sepse është shumë i vjetër ne kemi këtë plan ose këtë projekt për ta ndrruar rrjetin dhe ai uji është i pijes. Nuk qëndron ajo se në vitin 2009 është ndrruar të rrjeti i ujësjellësit, ose në rrjete shpërndarës në komunën e Honi të Lezit, sidomos në zonën urbane. Dhe ajo që është me rëndësishme që çish në vitin, ne kur kemi qenë vitin 2021 ka përfunduar çështja e ujit, vetëm ka qenë e përgatitur që kompania ta merr nën menaxhim. Tani kryetari në momentin kur e ka marrë detyrën, vetëm ka investuar dikon 20.000 euro ose 28.000 euro, 30.000 euro, ka investuar mundohet që me 30.000 euro del para qytetarit thotë që e kam zgjidhur problemin e ujit kur ne kemi investuar mbi 1 milion euro për çështjet e ujit. Dhe uji, fatkeqësisht, unë e dje kisha takim me disa qytetar, uji nuk është i pijes, në pjesën që vjen nga burimi i dimsës, ndërsa pjesa që thot nga burimi i Globocitit qytetar po më intereson Rëfki, nuk është i pijes uji në bazë të analizave të Institutit të Shëndetit Publik, a në bazë të percepcionit të qytetarëve? Jo, është në bazë pamjes, se nëse qëni ban analizat, me siguri se edhe pjesa tjetër që është ka Globocit, me siguri nuk do të del i mirë. Jo, është i pishëm, janë bërë analiza dhe së fundin kanë qenë në shkollën fillore i Lastaqi ku janë bërë analizat e fundit si pas raportit të IKSHPK-s dhe është i pishëm. Pra ai uji vjen nga fabrika e prodhimit të ujit që është në fshatin Dimës. Çka është çështja e pamjes që po thot Rufkia? Çka është? Tash ose di çu sheh me çfarë sy e sheh, nuk bën analizat me sy, po bën përmes raportit analizat që bën nga IKSHPK-ja, për ndryshe nuk mundemi me sy të përcaktojmë pamjen e ujit sa është i pishëm, as është i pishëm. Pa ajo që thotë zoti Suma, kam investuar 1 milion euro, si ka investuar edhe ashtu. Edhe po ti kishte investuar edhe nuk e ka fut në përdorim ujin i cili prodhohet nga fabrika e që ka dalë jashtë funksionit, që është prej vetëm një shirit në vitin 2010 edhe për 2 muaj ditë rresht ka funksionu, pastaj ka dalë jashtë funksionit. Unë e të dy kandidatëve, po du më ju lutë, me u bazu, kur thuni së është i pishëm, u bazu në analiza. Pse? Sepse s'po dojmë shpërndo panik, të panevojshme nëse nuk është e bazu me në shkencë kjo e dhane juja, urdhënos zotni Suma. Është e vërtetë ajo që duhet bën analiza për shkak se aty përcaktohet në mënyrë të saktë. Megjithatë, kur uji futet në shishe dhe shihet me sy, që nuk është i pijes, atër nuk dënë trajtim, nuk dënë analizë. Instituti mundet me thirë, kush do, jo veç kryetari, pëse s'pe thërë ne me këqyra është që ashtu? Instituti i banë analizat më njërë periodike, nuk i banë çdo ditë, mund të vjen njerë në mund është ati banë analizat. Ama fabrika i banë çdo ditë, që fabrika ujit? Në fabrikë, sërë që ka reshje të shiut, ujit nuk është i pishëm. Ata është e re kjo, sa që ka reshjit shiut, jo çdo ditë. Jo çdo ditë, edhe po thamë, jo çdo ditë. Mund ndodhen ndonjëherë kur bën analiza del uji mirë. Krejt në varet se në çfarë gjendje është rezervuari ose bazeni atje që është e fabrika e ujit. Ndërsa ku e përmendni merret për fshatin Goran, sa e kanë bën zgjidhjen sapo ka marrë detyrën. Me siguri se edhe ju e dini që sapo e ka marrë detyrën të dasht me dal para të qytetarëve me thonë që unë po e zgjidh problemin e ujit në fshatin Goran. Ati kishim një helmim masiv të tërë fshatit dhe kryetari aktual qëndron të në botën jashtë me të mbledh pare për shkollë. Kallëzëm prit shkafit, Rufki, patëm helmim aty?
Ati ose gypi për shkak se nga pusi që e kanë marrë ujen me A nguti. u vërtetu, apo dihet ai Shumë helmim? është vërtetu se ka pas helmim masiv, mbi 300 qytetarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore. 2-3 raste kanë qenë raste trauna, po kritari nuk e di se kanë qenë të mbledh pare për blerjen e nitrolli për Shkozë. Ka qenë njerëz u lajmërojke nga perëndimi thoshte se situata nuk është aq e rrezikshme siç po paraqitet në opinion. Faleminderit zoti Suma që më ka përcjell aktivitetin, jam shumë i kënaqur që po më përcjell. Ajo që thot zoti Suma ka pasur një helmim masiv, nuk është e vërtetë që ka pasur një helmim masiv, sigurisht se ka pasur rregullime për shkak të shirave të shumta që kanë rënë në atë periudhë dhe uji së bazeni, uji mbledhësi që është në fshatin Gorancë, është në grop, ashtu është konfiguracioni i saj dhe ka pas për shkak të rreshjeve është vërtetuar Veçkadar Mehmet, a i ka lajmëru kompania rajonale e ujit qytetarëve mos me pijoj? Që ato ditë? Në Gorancë nuk e ka në menaxhem kompania për shkak se banorët e fshatit nuk kanë pranuar E marrin pi puseve? E marrin prej një bazeni të vjetër që kanë pas dhe ne vetëm e kemi ndihmuar për të marrë edhe nga me pompa nga një burim tjetër dhe s'ka pas asnjëherë problem. Pra një rast kur ka pas rreshje të shiut, ka pas për shkak të s'po them të tokës së kontaminuar për çështje biologjike që ka pas si më thonë jo helmim, por ka pas ndotje të ujit dhe ka ndodhur rregullime, nuk ka pas ashtu si thot helmime masive, s'ka pas asnjë pasojë, është bërë trajtimi atyre njerëzve të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore, janë trajtuar dhe s'ka pas asnjë problem që mund të kenë, sikur që ishte pandemia, ne nuk mund ta akuzojmë dikë pse ka ndodhur pandemia. Ata që thonë se ka dalë në perëndim, unë sigurisht jam gjithmonë në terren i lëvizshëm për të ndihmuar qytetarët për kërkesat e tyre, edhe ajo që thot për shkollën, cilën është fondacioni për të blerë një parcel, për ngritur një shkollë aty, sepse shkolla arsimimi është pika kryesore, objektivi kryesor i një. Si mund të thotë s'ka pas helmim, po ka pas disa çrregulime kur mbi 80% e popullatës kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Si mund të quhet ajo ndryshe? Mund të ketë çrregullim të një person, të 2 të 3. Po jo më tepër se 200-300 raste. Mirë, zoti Suma, nëse thu mbi 80%, e po thu 300 banor kanë pas, pra sa banori ka Gorancë? Gorancë ka mbi 500 banor. Si ka mbi 500, po i ka rreth 1000 banor. Mbi 20% ose 30% janë në botën e jashtme, e dini shumë. Thonë nuk i bie kështu. Shumicën e banorëve ka në botën e jashtme. Or kisha thonë mëse bën alarmante një diçka një. E ka kaluar, nuk e bëjmë, na vesh po e tregojmë çka ka ndodhur para. Ja, veç po vjen keq nëse krijon panik, se nuk zgjidhen probleme duke kriju panik, duke i vajtu probleme, po duke i zgjidhur. Ashtu si stam edhe për ujin, ato do të zgjidhen, nuk do në arsyetime. Kështu ne kemi bërë zgjidhje të këtyre. Pyetja radhës ka të bëjë me arsimin. Po më intereson, a keni me tentu me bo ndonjë shkollë me mësim gjoditor edhe çush do të zgjedhin probleme tjera që kanë me arsim, ndërtimin në një shkolle, qerdhe, po fillojmë për juve zë një balazhi. Arsimi ka qenë objektiva kryesore imja, edukimi arsimor dhe ne tentojmë, kemi të planifikuar një shkollë në Laxhen e Re, Qerdhe dhe një fushë të sportit ku mungon, sepse 40% ose 40% e qytetarëve frekuentojnë nga ajo pjesë në shkollën qendrore, na mendojmë ngritjen e një objekti shkollor të Qerdhe dhe fushës sportit dhe në këtë mënyrë ne arrijmë që mësimin gjeditor ta fusim në procesin e edukimit arsimor. E besoj do të jemi komuna e vetme me mësim gjeditor në të gjitha shkollat. Kjo vetëm për shkak mungesës së objektit nuk mund të ndodhë kjo. Përndryshe, ne kemi në fokus ndërtimin e kësaj shkolle dhe mendoj që në mandatin e ardhshëm do të jetë e përfunduar. Pra, 4 vite të ardhshëm, fund mandatit, zotni Balazhi po premton mësim gjeditor në krejt komunën. Unë jam i bindur që deri në fund të mandatit ose brenda mandatit 4 vjeçor do të ketë mësim gjeditor në shkollat e Hunit të Lezit. Po më intereson ai Qerdhe të re, a keme pas? Qerdhe të re, po, sepse Qerdha, tash për momentin një është e domosdoshme dhe më me urgjencë, por ndryshe Qerdhe sa do që të ketë shifre që është numri ose interesimi për të qenë pjesë e Qerdheve. Se është e ngarkuar, ne kemi vetëm një Qerdhe në Anë të Lezit dhe është e mbi ngarkuar dhe kërkesat janë të shpeshta dhe të përditshme për të krijuar hapësira në Qerdhe të moshave
të pranuara për cella. Faleminderit zoti Suma, ju sa shkolla po premtoni me i shti në mësim gjoditor në mandatin e ardhshëm? Ne mendojmë që në ato shkolla ku ka kushte dhe ku mësohet vetëm me një cikël, domethënë vetëm para dite, mund të bëjmë ndonjë provë, domethënë ta fusim sistemin e arsimit tërditor, për shkak se në shkollën kryesore Ilas Saqen Hantelezit ende mësimi zhvillohet në edhe para dite edhe mas dite, do thotë aty nuk ka mundësi që të zhvillohet, edhe pse numri i nxënësve vazhdimisht, domethënë po bjen. Për çdo vit e gati ka 2 paralele po zvoglohen pikërisht për shkak të largimit të qytetarëve në vende tjera apo për shkak të rrëmjes së natalitetit. Sa i përket çerdheve, mendojmë që të paktën gjatë mandatit tim do të ndërtohet një çerdhe, të paktën. Mirë po nuk mund të themi që do të ndërtohet shkollë ashtu siç e parashek zoti Ballazhi, ku thotë se në lagjin e re do të ndërtohet shkollë për shkak se është bën një çështje problematike, që 4 vite, domethënë që është premtuar, grumbullohen mjete financiare për çdo ditë. Edhe nga bota e jashtme, edhe nga qytetarët e vendit, edhe nga territori i Maqedonisë, gjithka dhe ende asnjëherë nuk ka qenë transparent, ti tregon qytetarëve se ato po pyesin çdo ditë. Sa parë janë mbledh, a do të blihet trolli për shkollë dhe çka do të bëhet me te. Do thonë këtu qëndron një dyshim jashtëzakonisht i madh për shkak se nëse nuk tregohet, atëherë lind dyshimi se mund të ketë keqpërdorim. Sikur se të deklarohen publikisht se sa mjete financiare, me siguri se do të eliminohet edhe ky dyshim. Mirë po në momentin kur këta thonë që duhet t'i drejtohesh organizatës që është themelu se një shoqat për zhvillim ekonomik, ajo nuk qëndron fare për shkak se ajo është veç formalisht e themeluar me shoqat sa për ta mbuluar, domethënë aktivitetin e kryetarit aktual, i cili personalisht me drejtorin e arsimit dhe të tjerë ka qëndruar vazhdimisht ndoshta më shumë rreth botën jashtme se sa Hantelezit për të grumbulluar mjete, edhe pse po e premton, shpesh thotë do ta premtoj, mirë po në buxhetin e komunës vitit 2026 dhe 2027 nuk ka parapo asnjë cent për ndërtimin e asaj shkolle. Rufki, kur po thu, para se me shku te Ballazhi, kur po thu rrin shumë në botën e jashtme, për shkak se na jena emisioni fakt cheku, dojna me ditë sot ditë. A mos e din sot ditë ka kalu që me mujt na me vlerësu që të shumin edhe pakën. Nuk besoj që ka javë që nuk shkon në Gjermani, në Zvicër, në Belgjik, në vende tjera të Evropës. A nuk besoni, a keni fakt që kemi fakt se ky publikon vetë nëpër internet. Faqja e internetit çdo vizitë që e bën botën jashtme e publikon. Dhe mbas asaj nuk po që po tham unë, po prezanton vetë. Çdo vizitë që e ka pas jashtë e prezanton në faqen e Facebookut. Okej, zoti Ballazhi. Po tash nëse thot nuk ka javë që nuk del në botën e jashtme, i bie 52 herë brenda vitit pas kam shku në botën e jashtme, kështu pi bjen. E sa herë ke shku? Nuk e di, sipas nevojave që kam shku. Parafërsisht? Nuk mund të tham në një numër që kam qenë kaq ose aq. Nëse ka pas nevojë qoftë edhe për çev, qoftë edhe për punë, edhe për vizita zyrtare, sepse ne kemi edhe vizita zyrtare, ftesa të ndryshme, por nuk ose çdo javë, se është e tepër të thuhet çdo javë. Nëse thuhet çdo javë duhet të mlidhen, nëse është më i kujdesshëm të mlidhen. Që po përmend, që po mbledh një parë? E vërtet është që është ngritur një fondacion nga ajo lagje, ku ata kërkojnë një shkollë me bo, aty nuk ka parcela ose pronë komunale ku mund ndërtohet. Është një vend shumë i përshtatshëm për ta ndërtuar një shkollë. Ajo lagje ka ngrit një fondacion për grumbullimin e mjeteve, sepse duhet bleta parcelë. Ne nuk kemi mjete për shpronësim. Ligji për shpronësim thot momentin kur fillon. Sa mjete mbledh aty? Po tash unë nuk guxoj me dhënë të jap dhëna për shkak se është fondacioni, nuk jam pjesë e këtij fondacioni. I udhëheqën nga kush është fondacioni? Është nga Sadik Rexhallari, është drejtori i kësaj. Është banor aty. Po, është banor aty dhe unë kam thot disa herë. A është i PDK-s ai? Jo, s'është i PDK-s. S'është i PDK-s. Gjithmonë kanë kërkuar në Kovend. Unë nuk mund të jap informacion për një OJC tjetër. Këta duhet drejtohen te ata nëse kërkojnë. Më mira do të ishte mos me pengu, mos me shantazhu, mos me bë propagandë, por ta ndihmojnë atë fond sepse po bëhet për gjithë nxënësit të Hantelezit, për gjithë ata fëmijë. Që sa ja ka nisë mbledhja e pareve aty? Po gati ndoshta 2 vjet, 3 i ka kështu diçka. Edhe a kanë bërë diçka? Unë e di që është në fazën përfundimtare të mbledhjes së këtyre fonde, po më mira do të ishte që edhe zoti Suma mos ta pengoj këta, mos të bëj propaganda, por ta ndihmoj këtë fond se po bëhet për të mirën e qytetarëve atje. Se shkolla, Sa banor janë në çat lagje?
Pa ajo pjesë tash rreth 40% e qytetarëve që frekuentojnë ose mund të jetë pjesë e shfrytëzimit të asaj shkolle cerdhe dhe të asaj fushë sportit. Diku 440 nxënës sipas statistikave që frekuentojnë nga ajo zonë. Aty parashihet një shkollë nën klasë, një cerdhe, edhe fusha e sportit ku nuk ka asnjë hapësirë për rekreacion sportiv ose për diçka Zotni Suma. Që të gjithë antarët e asaj shoqate janë militant njerëz të PDK-s, për me vërtetu vajza e Sadikut që e përmendi, ka qenë drejtoresh në ÇKMF i emëruar nga Zoti Ballazhi, ku e ka largu drejtorin specialist të mjekësisë familjare vetëm një vit para se me dalë në pension. Mirë, Zotni Suma, jemi të folë për fundet e një shoqate të pavarur prej partisë që është megjithatë mundet me pas bordin e vet. Ai ki lypti dhona çasaj shoqate se sa parë i ka mbledh? Askush nuk i di këtë dhona, për këtë Ai ki lyp? I kanë kërku tashti edhe zyrtarisht kanë kërku para një jave subjekte tjera, e di që subjekte tjera kanë një veç kush e ka kërku dhe nuk i kanë dhënë përgjigje. Po mirë, kush i ka kërku? Deri sot, as emrin e shoqatës nuk e ka treguar, as emrin e udhëheqësit të shoqatës nuk e ka treguar, edhe pse krejt janë njerëzit ndërlidh me ekzekutivin ose me kryetarin. A njeh që Sadikun që po thotë që është udhëheqës? Baba i Sadikut e ka pas vajzën drejtoresh në ÇKMF. Antari tjetër që nuk e përmend është bashkëshorti i drejtoreshës në shtëpinë i drejtorisë për kulturë. Nëse krejt antarët janë njerëz të PDK-s. Asnjë nuk është. Mirë, secili antar i secilis parti mundet me organizu, me mbledh pare për diçka, një aktivitet lagjes vet. Mirë, po këto qëndron krejt diçka tjetër. Çka është diçka tjetër? Dyshimi është, pse nuk u bë shpronësimi nga mjetet e komunës kur ligji e lijon. Dhe thotë që kryetari është organ shpronësues, bashkë me kuvendin komunal dhe shpronëson do një parcel për nevojat të komunës. A ka një lezit pare apo menon ti me shpronësu? Se jeni komune me buxhet jo fort të madh. A keni pare? Po, komuna ka mjete financiare se për 4 vite mi pazon vetëm nga 50.000 euro ishte ky shpronësimi. Rufki, para se me shku tutje, a e shpronëson ti nëse vjen pushtet me shpronësu vet e me ndërtu me pare të fondacion? Në rëndë parë duhet bëjmë vlerësim, a ka nevojë të ndërtohet shkollë apo nuk ka nevojë. Sipas vlerësimeve tona tash për tash nuk ka kushte për shkollë, për shkak se janë të mbyll edhe ata shkolla ekzistuese pikërisht për shkak të numrit të vogël nxënësve. Nuk ka kushte. Kemi thonë që ka kushte për ndërtim çerdhës, për shkak se numri i çerdhëve duhet të rritet gjithë një më tepër. Çfarë njëjtin vend, menoni se çerdhë duhet të ndërtu. Çerdhë duhet ketë, duhet ndërtohet, po çerdhë ka nevojë në çdo fshat. Për shkak se derisa numri i nxënësve bie, numri i fëmijëve për çerdhë është gjithnjë më i kërkuar. Okej. Zotni Ballazhi. Më mirë është mos pra propagandë, se vërtet është propagandë nëse përhapet puna e çerdhëve, shkolla e këto fonde janë organet të cilat mund të merren organet të tujësisë, por ne di se i kanë nxit vetvendosjen dhe vetvendosja persona të caktuar, se ka një shkresë dikon e pa nënshkruar dhe kërkohet në komunë të merren informacion nga ajo që nas jemi kompetent të japim informacione dhe po shifet që kanë nxit i kanë për me marë. Është mirë edhe personalisht me shku atje, e njef kush është ai, kërkon informacione dhe jep ata që ti donë me edhon për opinion. Për ndryshe, propagandat e tilla nuk është mirë dhe me pengu institucione arsimore, sepse edukimi arsimor është zhvillimi i qëndrueshëm i ardhmës të rinjve të cilët ne mendojmë. Veç ta sqarojmë, sepse edhe ne jemi organizatë qeveritare. Komuna nuk e mbikëqyr, qysh i harxhon paret një organizatë jo qeveritare, këtë e mbikëqyr inteligjenca financiare edhe departamenti i OJQ-ve që është në kuadër të ministrisë në Ministrisë së Punëve të Brendshme, është një departamenti OJQ-ve, ajo e mbikëqyr edhe me raporte çdo vit prej sesilës OJQ të regjistrume aty, vetëm e i ditë ju kush është mbikëqyr si OJQ-ve, kush i harxhon paret, që aty duhet me kërku edhe drejtë OJQ-ja me kërku dhonat. Tash, për fund, sa drejtoresha do t'i bëni nëse bëni kryetar, Mehmet, sa drejtoresha kemi bo? 50% që do tjetë përsëri edhe në mandatin nash. 50% që Rufki? Ne vetëm e kalum shumë shpejt pa çështjen e ndërtimit shkollës e ban pikërisht për të punësu militant ashtu si që ka punësu motrën e vetë në qerë dhe fëmijëve. Se kalum shpejt, bashkë gatë folën për atë shkollë. Ashtu ka pas dëshirë që të ndërtohet dhe t'i punëson edhe antarë tjerë familje që i kanë mbet pa punë.
Sa i përket numrit drejtorive të gjinjisë femërore nuk mund të vendoset nga unë për shkak se unë e përmend edhe merret nuk kam këshilltar të mi komunal dhe do të bashkëqeverisë me subjekte tjera politike. Po, ti the unë në fund të vendos çaj që fiton. Dhe në bashkëpunim me subjekte tjera politike, ata do t'i propozojnë kandidat që ne mund t'i preferojmë që t'jenë 50-50, mirë po varet se si partitë politike vendosen. Faleminderit të gjithë kandidatëve. Ju dy kandidatë të vetme që morët pjesë në analizë dhe që s'kemi asnjë dezertor. Kaq kemi për sonte prej debatit të Hanit të Lezit deri në komunën e Radhës prej neve, natën e mirë.